Klubi i Skënderbeut ka vendosur të jetë shumë i kujdesshëm në mënyrën si do të menaxhojë merkaton verore, sidomos në lidhje me futbollistët që janë në qendër të interesit nga klube të tjera, ndërsa po punohet intensivisht për ndërtimin e skuadrës për sezonin e ardhshëm. Drejtuesit kanë qartësuar pozicionin e tyre dhe për sa i përket largimeve të mundshme. Sipas drejtuesve të klubit, çdo futbollist që do të largohet do ta bëjë këtë vetëm nëse plotëson kushtet e vendosura nga Skënderbeu. Nuk do të ketë largime të lira dhe çdo transferim do të realizohet vetëm nëse klubi përfiton financiarisht nga ai veprim. Këtë qasje ka konfirmuar dhe drejtori teknik i skuadrës Ardi Gjançi, i cili ka theksuar se nuk do të ketë asnjë largim pa një vlerësim të drejtë financiar, duke nënvizuar se klubi ka investuar kohë, përgatitje dhe burime për çdo lojtar. Çdo futbollist është pjesë e këtij projekti të ndërtuar me kujdes dhe ne nuk mund të lejojmë që ky projekt të dëmtohet nga lëvizjet pa kontrolluara, është shprehur Gjançi. Qëndrimi i Skënderbeut është i qartë: ruajtja e strukturës së skuadrës, mbrojtja e stabilitetit ekonomik dhe vijimi i projektit sportiv pa kompromise të nxituara.